të diskutojmë për një marrëveshje që na njoftua tani që mund të shkojmë ta marrim te Sekretaria e Kuvendit. Ndërkohë që kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit të detyrojnë që menjëherë sapo projekt ligjit paraqitet në Kuvend, t'ia shpërndash atë deputetëve. Detyrim cili nuk e keni përmbushur, por mendoni se do të shndroni Kuvendin e Shqipërisë një lloj si grupi juaj parlamentar. Ju është fakt publik që kryeministri ju ka thënë se jeni vetëm kartona, nuk duhet mendoni, nuk duhet keni ide, nuk duhet bëni propozime, nuk duhet lexoni projekt ligje, vetëm duhet të votoni. Parafolsi këtu tha detajet marrëveshjes, që do të thotë që ju një pjesë të deputetëve i trajtoni ndryshe dhe një pjesë të deputetëve i trajtoni ndryshe. Mirë po ju, kushtetuta është firma Edi Ramës. Jo ajo, kontratë që ne kemi lidhur me popullin shqiptar. Na fleti ne që s'kuptojmë ne marrëveshjen? Po kur zotrote e quaj NATO, ky krau këtej jo vetëm e kuptonte, por firmoste dhe miratonte antarësimin e Shqipërisë në NATO. Pa aftësia dhe mungesa e vizionit qeverisë, që e quan Shqipërinë deri në pikën që të rrezikonte antarësimin e Shqipërisë në NATO, sepse nuk ishte përmbushur shpenzimet e mbrojtjes, nuk është kurrë urgjencë, e ka emrin pa aftësi, mungesë vizioni.